E urimi i Krishtlindjes, domethënë urim i lindjes së Zotit, sipas besimit të atyre. Dhe një oratë e tillë bjen shumë ndesh me atë që na besojmë. Kjo temë është trajtuar shumë herët në librat e dietarëve të hershëm, të cilët kanë bashkëjetuar me jo muslimanët, edhe në veçanti edhe në kohët kur Islami ka qenë në kulminacion të civilizimit dhe lulëzimit edhe shkencës. Dhe kur vjen pyetje të çështja e festave, duke qenë se festat në fen ton llogariten pjesë të ritualeve fetare. Nuk janë festat veç për qef, aheng, gazmend, urime, shpërndarje të uratave ndryshme, vetëm pse është rasti, por hyn në kategorinë e çështjeve fetare. Për atë arsye na në Islam kemi vetëm dy festa, Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin. Edhe nëse i shikojmë natyrën e këtyre festave, janë momente gëzimi, po nuk është se ka ndonjë farë ceremonie, ndonjë manifestim, ndonjë spektakël, por janë rituale, domethënë falja e Bajramit është ditën e festës së Fitr Bajramit dhe falja e Kurban Bajramit për Kurban Bajram, plus për Kurban Bajram e kemi edhe thirrjen e kurbanit. Normalisht gjatë këtyre ditëve gëzohemi, urojmë dhe kënaqemi me të mirat e Zotit. Kur i urojmë dikujt festën e tyre, sikur ne po aprovojmë diçka që Allahu i madhnum nuk e ka leju. Në veçanti për diçka që bjen ndesh shumë me bazat e besimit tonë. Sepse dhe festat janë ndryshme. Disa festa janë thjesht data të caktuara, rikujtime të veçanta, emërtime të veçanta, sigurisht dita e mësuesit, dita e nënës e kështu me radhë, apo ditëlindja. Por janë disa festa që kanë çështje të besimit, sigurisht Krishtlindja. E urimi i Krishtlindjes, domethënë urim i lindjes së Zotit, sipas besimit të atyre. Dhe një oratë e tillë bjen shumë ndesh me atë që na besojmë. Edhe për këtë arsye shumica absolute e dietarëve, sidomos të kohrave të hershme, e kanë ndaluar këtë në mënyrë të rreptë. Por sillemi mirë me njerëz. Për këtë arsye edhe mendoj që edhe në deklaratat tona si hoxhallar dhe si fetar, në çështjet e festave, qofshin ato fetare, qofshin ato kështu, domethënë ndërkombëtare, si Viti i Ri e tjera, çësia jon duhet me qenë edukative, informuese, vetëdijsuese, jo qortuese, denigruese, ofenduese, që mund ndodh ndoshta edhe prej dikujt prej nesh, që ka ndoshta një kuptim sepse me të vërtetë është e rëndë me pranu diçka që bjen ndesh me besimin ton, por për shkak që njerëzit nuk i kanë këto gjëra në vëmendje, thjesht bëjnë urime, respekt për njëri tjetrin, përshëndetje për njëri tjetrin. Na duhet me i mësu njerëzit dal nga dal që me e kuptu se këto urime nuk janë thjesht veç fjalë të thjeshta, por përmbajnë në vete domethënie të rënda që besimin ton domethënë kanë peshë. Prandaj na rezervohemi nga këto situata. Rrethana caktuar situata ku ndoshta detyrohet njeriu për shkak pozitës që e ka, për shkak rrethit, mundet me pas tolerancë, Allah e di më së miri.